është pyetja, pse ndjeni më shqiptar se sa të tjerët që nuk janë katolik, por janë musliman, por janë shqiptar? Sinqerisht me tregu e kom pas emrin Arber dhe nuk e një vetin ma shqiptar se atëherë. Po dikush që ka pas emrin për shembull Muhamet, dhe tash e ka ndrru emrin, edhe aty dhe s'ka pas nevojë me ndrru emrin. E kemi thënë, mos e ndrru emrin, mos dilë me vërtit. Mbaje që atë emrin që ke pas, do nuk pakzo, në rregull është. Po nuk ke nevojë me bë teatër në opinionin publik. Secili që ka bë aktin e pakëzimit dhe ka dashur në opinionin publik me shpërthy me ndonjë radikalizëm të parësyshëm, ne nuk ka pas më vend. Televizja për i kthim, ne i kemi largu të gjithë. Ta pyes pak Hoxhën, po e patë emrin Muhamet apo një emër tjetër, a je shqiptar? Është pyetje që sharake, por. To në Shqipëri kanë gati 1000 vite. Unë do thosha diçka që... Qa tha? Ato që duan të bëjnë përçarje, dhe ato që duan të ndezin zjarrin e... Ja, emra Muhamet nuk ka që 1000 vite në Shqipëri. Hoq. Emra Muhamet nuk ka që 1000 vite në Shqipëri. Mos, kjo është tendenca rrezikshme. Që 500 vjetë muj me ra dakord, që 1000 vite janë shumë. S'ka pas Muhamet janë Shqipëni para turshve. Ja, në asnjë variant. Lexoj historinë, Unë historian jem, po propagandë të mban këtu. Se kom e ty debatin hiq, që në histori, të kalifatit. Ne shqiptarët jemi prej atyre që kemi marrë pjesë që është në çlirimin e Konstantinopolës. Çlirim? Tash jemi dakord. Do më thonë, perspektiva jote është që ajo është çlirue kur e ka marrë Mehmeti i dytë, apo? A jetë turk, a je shqiptar, kallëzom. A jetë turk, a shqiptar. Nëse jetë turk, ta kuptoj perspektivën. Nëse je shqiptar, si ishdash me pas këtë perspektivë. Kjo është skandaloze, po ty... A din historinë e Konstantinopolës? O, unë e di shumë historinë. Arber, le ma mu, se për mu të shko. Arber. Se Brankovicit Hoxhlati. Ja, veç pak. O, Arber. Kemi qenë në aleancë. Zotri, me cilin jemi në aleancë, sot ne, me cilin jemi në aleancë. Po si jam unë, në aleancë vetëm me flamurin ku që zjo zotni dhe kur për aleancë të... O, në alë shpak. Më intereson e aleancë. Jemi me Amerikën apo jo, me... Kadar, o Arber, t'lut në Arber. Ti po thu që ne jemi kon aleancë me Prandorin Otomane atë ko. Gënjeshtër e madhe. Urno? është gënjeshtër, se nuk kanë qenë shqiptarë. Jo, çfarë. Unë sa e di historinë teme, kombi shqiptar, edhe në fillim, edhe në fund, o produkt i përplasë me Prandorin. E kanë pas i pushtues, edhe ka qenë gogja e ashpër, shpesheri ka përngja edhe raja u tret. Po, pse ti vjen propagandë, e ti si e shqiptar, për ty vler ajo e priftit. Nëse për ty, Konstantinopoja, o çliruen nga Mehmeti i dytë, një pushtues klasik, që e ka marrë autonomit këtë vendeve Ballkanit, kjo është me pa nga perspektiva turke. Nëse je turk kallëzom, ta respektoj. Po historia së kështu. Historinë të s'pë njif ke fare. Unë historinë një mirë, po nuk muj me ta boti rrafq në agendën tënde me shtruë këtu infrastrukturën e talibanëve. Jo, ky vend është Evropë, kjo tokë është Evropë, edhe nuk duron kësi tendenca me thliq këtë vend me ideologji ekstreme lindore talibaneske. Jo, ne e kemi kaluë, e kemi abortuë lindjon 1912, pik. Kur mori, thash, po që grupi i Deçanit mrapa nuk du të diskutoj mos. Nuk jam i Deçanit, jo, nuk kom fare me ta, po kur ti tenton me mashtruë mu infrastrukturën e një adhurimin ndaj pushtuesit, për mu është e papranueshme. Nëse për ty kështu okej, ti ki dretën e botos. Sepse Azdren Shaja është historian dhe nuk ka të bëja asgjë me lëvizjen e Deçanit. Ky po manipulon. Po ju thot shqiptarëve që turqit janë kon çlirues këtu. Kosova dhe me juve unë i kam mbyll të gjitha diskutimet. Jo diskuto. Infrastrukturë turkoshake këtu ja. Jo. Hajde ec. Jo, lutem, Azdren. A pa që vonë i gongje? Qarë po ka mendimin e ti, andaj nuk... Ta atakon palcon korrizore t'i kombit, ku po shka ira njerës. Kanë la që ta jemi bo që shemi nësot. Nuk u dzon këj komb me pas dyshimin agent politike. Se dreqin a han. E kemi përvua 500 vjetë otoman, keq kemi dal, 50 vjetë komunizëm rus, edhe ma keq në ka dal. Ka lindja, pik, s'ka ne, nuk mundem na. Mirë, Arber, jemi krejtë në fundë se kjetë diçka me thënë? Unë kam dhe diçka me thonë, dhe ta din popullë shqiptas nga e shka nga përvoja jonë, që kisha katolike nga përvoja jashtme, nga bindja ime edhe nga diskutime që i këmë zhvillu me ta. Kisha katolike në Kosovës është
zemër hapun për çdo shqiptar qoftë, sidomos për shqiptarët musliman. S'ka nevojë me ndrufim, po ta akuzosh kishën katolike se ajo po nxit te ne këtë ne ose s'është e vërtetë. Ne kemi probleme tona, e dim se jemi largu për Islamit. Se jemi largu shkopi kishës katolike. Qartë. Ata e din mirë për çfarë jemi largu. Për temat që u cekën tash që e përjetuat live. Unë nuk e kam idol Sultan Mehmetin, e konsideroj pushtues, njeri i cili ka bërë gjenocid në vendin tim. Unë nuk më me konsideru të drejt një imam i cili thotë që Osmanët më kanë sjell këtu. Po kuj pas kanë gjetë Osmanët ata njerëz të bardhë atje në shkretin me i pru këtu. Po nuk është kjo është hajdare, bre. Hajdare është me bëllë neve. Do një pëse s'ma rridin një islam, po Nuk i lom arbër në bajgare, pa më rakë. Në një ditë tjetër, do të flasim dhe do të kemi më shumë kohë, faleminderit shumë dhe njerë faleminderit që sqaruat deklaratën e klerikut katolik Shan Zefit.